Ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetë ne, një gjë e paimagjinueshme, por që faktikisht mund të ndodhi dhe simptomat janë. Kryeministri Edi Rama e vuri theksin në rubrikën Shënimet e javës tek problemet që protesta sipas tij po shkakton për turizmin. E siç thot ai, kjo është parë edhe në antiprotesta të organizuara nga operatorët turistik. Në Vlorë kanë qenë rreth 95% e atyre që zotërojnë hotele, restorante, bare, që janë bashkuar protestë sensibilizuese duke kërkuar mirëkuptim që sezoni të mos dëmtohet. U ndal edhe tek një tjetër problematik që sipas tij ka nxjerrë në pa protesta, ajo e bullizimit online të atyre që mendojnë ndryshe, jo vetëm, duke e konsideruar si frymë fashiste. Dhe tjetra është e patolerueshme që një grup njerëzish të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do mendosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste. Kjo duhet ndalur. Dhe kjo ndalet duke mos u tërhequr përpara këtyre lloj presioneve dhe përpara këtyre lloj hajvanëve. E përballë protestave, numër 1 i qeverisë dhe kreu i Partisë Socialiste u ndal tek kremtimi 35 vjetorit të kësaj force politike. Sipas tij, Partia Socialiste është e vetmja forcë shtet ndërtuese që mund të çojë përpara vendin. Shefi i ekzekutivit e konsideroi protestën si të organizuar nga ata që janë kundër presidentit të SBA-ve, Donald Trump, për shkak se një nga investitorët është dhëndri i tij. Kjo e bën që të gjithë ata që janë kundërshtar të presidentit të Bashkuara të jenë të interesuar për këtë protestë, që Shqipëria të bëhet një platformë ku të përplasen forca shumë të mëdha, të përplaset opozita amerikane me presidentin e Amerikës, përplaset kundërshtia europiane me presidentin e Amerikës, të përplasen interesat të tjera që e duan Shqipërinë të ripozicionuar ndryshe dhe të bëhet një udhkryq ku faktikisht kundërshtia e fillimit kthehet në një gjë krejt tjetër. Pavarësisht kësaj, Rama theksoi se vendi do të ecë përpara dhe askush nuk mund të pengojë Shqipërinë të pozicionohet me krenari në raport me botën. Hapat e bërë në drejtim të Bashkimit Evropian dhe drejtimi i disa organizmave ndërkombëtar flet vetë. Po ashtu Rama u ndal dhe tek avancimi në kuadër të arsimit profesional apo edhe raporti për transparencën buxhetore, që sipas shefit të ekzekutivit e rendit Shqipërinë të parën në rajon.